Administrata Trump po përballet me thirrje për t'u angazhuar më fuqishëm në Ballkanin Perëndimor. Kërkesa erdhi gjatë një seance dëgjimore në Komitetin për Politikën e Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, ku pjesëmarrësit theksuan për një rol më aktiv të SBA-s, i cili do të ishte më vendimtar për stabilitetin e rajonit. Sipas tyre, Rusia përmes ndikimit të saj në Serbi mbetet faktori kryesor që ushqen tensionet dhe paqëndrueshmërinë në Ballkan. Në hapjen e seancës, kryetari republikan i Nënt Komitetit për Europën e përshkroi Ballkanin Perëndimor si rajonin më të paqëndrueshëm në Evropë, pas Ukrainës, e cila është nën agresionin rus. Ai theksoi se mosmarrëveshjet e pazgjidhura mes Serbisë dhe Kosovës mbeten burimi qendror tensioni, duke i lënë hapësirë Moskës të dobësojë më tej Bashkimin Evropian dhe të pengojë përpjekjet e NATO-s për të forcuar shtetet e rajonit. Self paremëroi se çdo përshkallëzim konfliktesh do të kishte pasojë të drejtë për drejta për aleatët e NATO-s në Ballkan, e veçanërisht në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi, të cilët do të ngjendeshin potencialisht në Shqinjestër. Një skenar i tillë madje mund të aktivizonte nenin 5 të aleancës. Ai vuri në dukje se Kosova nuk është antare e NATO-s, ku mbetet veçanërisht e cënueshme ndaj këtyre kërcënimeve. Duke folur për rreziqet hibride, Self argumentoi se kundërshtarët e SBA-s do të shfrytëzojnë dobësitë politike dhe institucionale të rajonit për të rritur destabilitetin. Përveç rolit të Rusisë, ai theksoi dhe angazhimin në rritje të Kinës, e cila po ushtron ndikim përmes manovrave ushtarake dhe furnizimit me armë të Serbisë. Sipas lizvënësve amerikanë, një strategji më e fuqishme dhe e koordinuar e SBA-s e implementuar në Ballkan është thelbësore për të frenuar ndërhyrjet ruse dhe kineze për të garantuar sigurinë e aleatëve perëndimor.